Mirëmëngjes dhe kënaqësi që jemi bashkë. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Po e nisim Eliona, pra po du me të pyet një herë fillimisht për ty. Si ka nisë rrugtimi yt si nail artiste? Një përvojë mos flas mbi 8 vite apo jo? Po, tashmë bëj 8 vite eksperiencë. Si fillim ka nisur si një dëshirë imja për të pasur duar gjithmonë të bukura dhe të kuruara. Pastaj gjatë kohës që unë zhvillova studimet e larta për inxhinieri fizike, fillova ta ktheja avash në profesion. Dhe pasi mbarova studimet, vendosa që të përqendrohem tek arti i bukurit tojve dhe e ktheva në një biznes edhe profesion të jetës time. Po dhe çka të ka frymëzu realisht Eliona të merresh me tonjt? Pse pikërisht me tonjt? Kënaqësia që ti merr tek klientët pasi ti përfundon një set sonjsh është shumë e madhe, kështu që më pëlqen puna me njerëzit dhe interaktiviteti që unë kam me ta. Kështu që mund të them që një frymëzim shumë i madh janë klientët e mia që më përcjellin energji shumë të mira pasi mbaroj setin e thonjve. Dhe sa e vështirë ka qenë me ndërtu, po them kështu, një emër me këtë profesion në Shqipëri? Si në çdo biznes edhe në profesionin e thonjve mund të them që fillimet janë të vështira, megjithatë nëse ti je e vendosur edhe e përkushtuar ke disiplinë, mund të arrish të ndërtosh një emër shumë të mirë. Unë jam përpjekur gjithmonë të krijoj një emër që përcjell disiplinë, cilësi të lartë, edhe estetik. Dhe cila ka qenë që ja kam arritur. Dhe cila ka qenë sfida më e madhe, mund të them kështu, që ke hasur gjatë këtij rrugtimit tënd? Sfida më e madhe në fillim është gjithmonë besueshmëria që ti kërkon të japësh tek klientët, duke qenë se në fillime gjithmonë klientët janë skeptik. Mund të them që është një sfidë e madhe, por megjithatë në momentin që ti je e sinqert me klientët, je drejt për drejt, ju ofron një cilësi të lartë, produkte të mira edhe profesionalizëm, atëherë nuk është më e vështirë, bëhet më e thjeshtë. Po, dhe nëse flasim për këtë, sepse po i shohim kështu edhe në transmetim disa nga punët e tua, thonë të interesant dhe dizajnet, si e përshkruan stilin tënd të punës, Eliona? Unë jam përpjekur gjithmonë të përcjell një stil të thjeshtë dhe elegant, me disa detaje shumë të vogla tek thonjë që japin më shumë estetik, edhe të duket një pamje sa më e kuruar, pa e tepruar me dizenjot. Po, dhe nga merr frymëzimin për dizajnet e reja, sepse është goxha e vështirë kështu për me i pas gjitha këto ide pastaj, apo i kërkojnë edhe klientët? Me thënë të drejtën, frymëzimin mund ta gjesh në shumë gjëra si në art, në fashion, edhe në gjëra të tjera, por mund të them që frymëzimin më të madh e japin klientët, duke qenë se secila prej tyre ka një stil të veçantë të vetin, të veshjes edhe të mënyrës se si duket. Ne gjithmonë e përshtasim dizenjin në bazë të karakterit të klientit. Kështu që mund të them që frymëzimi më i madh janë klientët e mia që i dua shumë. Po, dhe cilat janë ngjyrat edhe stilet që po dominojnë këtë sezon, Eliona? Sepse në sezonin e vjesht. Po. Në sezonin e vjeshtës të këtij viti, përgjithsisht janë ngjyra vishnje, nude, roze, ëmbël, frent, gjithashtu nuk ikën asnjëherë nga moda, kështu që këto janë trendet e fundit të kësaj vjeshte. Dhe dua të pyes gjithashtu, sepse nëse i hyjnë dhe i shohin tek faqet tua në Instagram, ka dizajne të ndryshme, ka edhe tek ato kreativët, por ka edhe një mix për këtyre origjinale shqiptare që janë. Cilat apo si arrin me bë këtë mixin mes trendeve ndërkombëtare dhe këtyre dizajneve tona pastaj? Është shumë e rëndësishme që të jemi të updateuara me trendet ndërkombëtare, megjithatë unë mundohem gjithmonë që bashkuar trendeve ndërkombëtare të jap një frym, si më thënë, shqiptare tonën, edhe të përmbaj një stil unik, pa dashur të kopjoj diçka tjetër, po thjesht të gjej një frymëzim. Po, dhe a ka ndonjë dizajn që konsideron, mund të them kështu, në thonjë za firmën tënde? Në dizajn mund të them që jo, por mund të them që firmën time e konsideroj në stil më shumë, sepse unë njihem si Eliona që bën thonjë të estetikisht bukur, të jo shumë të ngarkuar me një stil të veçantë, elegant. Dhe si ndikojnë, Eliona, Instagram dhe rrjetet sociale në këtë profesion?
Mund të them se në të gjitha profesionet e tjera, Instagrami është shumë i rëndësishëm, mund të them që është një trampolinë e jona për të përcjell edhe për të krijuar një audiencë të madhe dhe për të shprehur artin edhe punën tonë. Njerëzit mund na njohin shumë mirë nëpërmes Instagramit. Megjithatë, duhet theksuar që në Instagram duhet të ruajmë autenticitetin tonë, edhe atë që paraqesim në Instagram të jetë vërtet ajo që klientët gjejnë në sallon. Po, dhe i përmende pak a shumë këto trendet të cilat janë për stinën, po për këtë sezon, po nëse flasim për vitin 2015, si ka shkuar, cilat kanë qenë trendet më të përdorura? Në ngjyrat natyrale gjithmonë ka ikur pak trendi nga ngjyrat shumë të forta dhe fosforescente që ka qenë vite më përpara. Tani janë më shumë në ngjyrat neutrale, të tokës edhe sa më thjeshtë. Po, dhe Eliona në përmenda praktikisht edhe kur të prezantova aty që ke qenë realisht që ke marrë pjesë në shumë kompeticione të ndryshme edhe në Shqipëri, por edhe jashtë saj, dhe dua të pyes çka vren apo çka dallon realisht në atë çfarë kërkojnë në Shqipëri dhe në vendet e tjera. Si ndryshon kjo? Po, kam qenë në shumë kompeticione ndërkombëtare, kam marrë pjesë si juri, edhe sepse kam dashur shumë ta zhvilloj si profesion, se është një profesion shumë i bukur që ka një gamë të gjërash që ti mund të bësh në të dhe jo vetëm të bësh shoj. Edhe goca që kanë marrë pjesë dhe që i kanë vlerësuar në kompeticione, faktikisht ja shprehin një talent shumë të madh. Megjithatë gjej rastin për të përshëndetur një grup nga Kosova, Eurocup Kosova, që unë marr pjesë gjithmonë me ta. Edhe kolegen time Francika Uta. Ndërsa duke folur për trendet, mund të them që Shqipëria është habituar shumë mirë me trendet ndërkombëtare që përcjellin një artistët e huaja. Po, dhe po fletë për tonë, kemi qenë realisht edhe kur kemi pasur një kompeticion në Turqi dhe cikën e përshëndesim se ka qenë edhe pjesë e ditës tre. Po dua të pyes tek kjo, si është tregu i Shqipërisë, Eliona, për një nail artiste në Shqipëri sot? Mund të them që tregu shqiptar është zhvilluar shumë me nail artist. Ka konkurrencë, por gjithmonë konkurenca të furnizon për të zhvilluar më shumë edhe për të sjellë teknika të reja dhe ristrik, kështu që është një treg i vështirë, por për gocat që janë të vendosura dhe që duan të ecin përpara, nuk është një terren i pamundur. Po, dhe duhet të pyes këtu Eliona për një gjë tjetër, sepse ti kemi parë që edhe organizon trajnime të ndryshme, dhe cila është këshilla që do t'i jepnit një vajze që vetë se planifikon të merret, po flas një vajze që janë përgjithsisht vajza, por cilat janë këshillat që do t'i jepnit dikujt që ka vendosur pra të merret me këtë profesion? Në sallonin tonë nuk është se ofrojmë thjesht trajnime, ne bëjmë një familje e madhe dhe konsultojmë për të gjitha gjërat që dëshirojnë të zhvillojnë në biznes. Dhe pas kursit unë bëjmë një mentore personale për të gjitha gocat që ndjekin trajnimet. Por për gocat që janë në fillime, mund të them që të mos të heqin dorë, pavarësisht se fillimi mund të duket i vështirë, të jenë të vendosura për të arritur qëllimet edhe ëndrat e veta, edhe të mos lënë askënd të gjykojë ëndrën e tyre që kanë dëshirë ta zhvillojnë. Po, dhe sa rëndësi kanë trajnimet edhe certifikimet pastaj në këtë fushë? Fusha jonë është një fushë që zhvillohet çdo ditë, kështu që trajnimet janë pyetsh për profesionin edhe zhvillimin tënd profesional, kështu që patjetër që duhet të ndjekësh trajnimet dhe trendet e fundit. Edhe unë personalisht ndjek trajnime, vazhdoj të ndjek trajnime për të gjitha trendet edhe teknikat që dalin. Kështu që duhet të rrim të gjithmonë të updateuar me teknikat e reja të fundit, nëse duam të ofrojmë gjithmonë profesionalizëm tek klientët tona. Dhe si e menaxhon realisht këtë pjesën kur klientët kanë kërkesa të veçanta, Eliona, ndoshta edhe shpesh janë jo të pamundur apo janë goxha të vështira të realizueshme? Unë kam një komunikim shumë të mirë me klientët e mia, gjithmonë pas çdo kërkese fshihet një arsye dhe unë mundohem të kuptoj arsyen e vërtet pse dëshiron një dizajn pak më të ndërlikuar, kështu që gjej një gjuhë të përbashkët edhe gjithmonë përshtasim stilin e klientit me dizajnin e thonjve, se mund të them që janë një aksesor shumë i rëndësishëm në lukun e një vajze. Po, dhe cila është pjesa më e bukur e punës tënde, Eliona?
Me thënë të drejtën, është kënaqësia që ti merr nga klientët kur ikin nga salloni. Gjithmonë një klient që ndahet i kënaqur edhe i lumtur me shërbimin që merr është kënaqësia më e madhe për ne artistët. E çfarë ndjenjë është kështu kur e sheh që po largohet klientja e lumtur, pa ankesa, pa ato problemet e tjera? Është një kënaqësi shumë e madhe se ne krijojmë një familje të madhe, nuk është se thjesht bëjmë soj. Klientët vinë ndajnë edhe eksperiencat e veta këtu, kështu që krijojmë shoqëri shumë të mirë dhe kënaqësia është e paparë me të përcjell energji të mirë. Po, edhe a e konsideron punën tënde si art, Eliona? Patjetër, nail arti është një art më vete, se shumica e njerëzve artin e konceptojnë në pikturë ose në muzikë, por thonë që janë një formë tjetër arti i të shprehurit të një talenti edhe një stili. Dhe për fund, çka do të doje të arrije në të ardhmen, Eliona, ku e sheh veten Eliona pas disa viteve? Unë jam përpjekur të përcjell një frym tjetër në botën e nail artistëve shqiptar, gjithmonë duke sjell kompeticione, trajnime dhe teknika të reja dhe duke dhënë një zë më të madh nail artistëve. Kështu që në të ardhmen e shoh veten me një grup shumë të madh vajzash që janë pjesë e familjes së madhe Eliona Nails Art. Gjithashtu kam hapur dhe një brand timi, Nail Nails kompani, që sjell produkte të cilësisë parë nga Amerika, janë ekologjike dhe pa kimikate. Kështu që përpiqem që të jap një zë shumë të madh kësaj fushë dhe besoj që në të ardhmen do të jetë shumë okay. Po. Dhe unë besoj që padyshim sukseset kur e shohim këtë angazhimin tënd dhe me sa vullnet e bën do të jenë të pashmangshme. Eliona, faleminderit shumë për këtë lidhje direkte. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi të jem me ju. Gjithashtu. Dhe të dashur shikues, pas kësaj lidhje direkte do të shkojmë fillimisht me pak minuta marketing për të rikthyer një çështje krejtësisht tjetër. Do të flasim për çmimet dhe do të flasim për rritjen e tyre në një mënyrë enorme, e cila shpesh atë bëhet e pamundur për ta kontrolluar nga qytetarët dhe për ta mbuluar kostot e jetës. Po çka do të ndodhë me këto, si shihen realisht në treg, apo kemi keq përdorime me çmimet? Do të flasim vetëm pas pak, do të jetë kolegja ime Arlinda Hoti, e cila ka pranë vetes edhe një mysafir tjetër. Por ndajmë fillimisht për pak minuta marketing dhe rikthehemi sërish në studio.